Fitoria e lëndrimit në edicionin e fundit të Big Brother VIP Kosova ka ngjallur diskutime të shumta në publik. Si çdo sezon tjetër, edhe këtë herë finalja ishte e mbushur me emocione, tension dhe pritshmëri të mëdha, por shpallja e fituesit ndezi debat të gjerë në rrjetet sociale, studio televizive dhe mes vetë banorëve. Që nga hyrja në shtëpi, lëndrimi u shfaq si një karakter me personalitet të fortë. Ai pati momente shumë të forta emocionale, përplasje me banorë të tjerë, por edhe periudha reflektimi ku publiku e pa në një anë më të ndjeshme. Për disa, ai ishte strateg i zgjuar që dinte të luante lojën, për të tjerë ishte spontan dhe i drejt për drejt, shpesh pa filtra. Mbështetësit e tij argumentojnë se fitoria ishte plotësisht e merituar sepse ai dha përmbajtje, debat dhe autenticitet. Sipas tyre, një fitues i këtij formati duhet të lërë gjurmë, të krijojë dinamika dhe të përballojë presionin e izolimit, dhe lëndrimi, sipas tyre, i bëri të gjitha këto. Çmimi prej 200.000 eurosh ishte një tjetër pikë që nxiti diskutim. Përkrahasit thonë se shuma e madhe është reflektimi i sakrificës, ekspozimit publik dhe presionit psikologjik që përjetojnë banorët për muaj të tërë. Ata theksojnë se fituesi përfaqëson votën e publikut dhe, në fund, është sovrani ai që vendos. Nga ana tjetër, kritikët mendojnë se disa banorë të tjerë kanë dhënë më shumë në aspektin emocional ose social dhe se loja e lëndrimit ka qenë më shumë strategji sesa sinqeritet. Disa banorë kanë shprehur publikisht mendimin se finalja mund të kishte një rezultat tjetër, duke përmendur emra që sipas tyre kisha ndërtuar lidhje më të forta me publikun. Reagimet brenda shtëpisë pas shpalljes së fituesit ishin të përzierë. Disa finalistë e përqafuan lëndrimin dhe e uruan me sportivitet, duke e cilësuar si një lojtar të fortë dhe të qëndrueshëm. Të tjerë, ndonse e respektuan votën e publikut, lanë të kuptojë se kishin pritur një tjetër rezultat. Kjo është tipike për formate të tilla. Marrëdhëniet e krijuara brenda shtëpisë janë të ndërlikuara, shpesh të mbushura me emocione të papërpunuara. Fitoria e njërit nënkupton humbjen e të tjerëve dhe ndjesitë janë të freskëta. Në fund të ditës, Big Brother është një lojë e votës. Debatet për merit, strategji apo moralitet janë pjesë e natyrshme e spektaklit. Fitoria e lëndrimit tregon se një pjesë e madhe e publikut u identifikua me të, qoftë për forcën, qoftë për sinqeritetin, qoftë për mënyrën si përballoi konfliktet. Rrjetet sociale shpërthyen me komente pro dhe kundër. Hashtaget me emrin e tij u bën trend, ndërsa analizat e fansave zbërthenin çdo moment të sezonit për të justifikuar ose kundërshtuar rezultatin. Fitimi i 200.000 eurove është padyshim një ndryshim i madh në jetën e çdo fituesi. Përtej aspektit financiar, fitoria sjell edhe famë, mundësi të reja mediatike dhe një përgjegjësi më të madhe publike. Tani syt janë të hapat e radhës të lëndrimit. A do ta shfrytëzojë këtë moment për projekte të reja? A do të qëndrojë aktiv në skenën publike? Një gjë është e sigurt, ky edicion do të mbahet mend gjatë, pikërisht për debatet dhe polarizimin që krijojnë. Dhe ndoshta kjo është edhe fuqia e formatit, të provokojë diskutim, të nxjerrë në pak karaktere të forta dhe të lërë publikun të vendosë. Në fund, pavarësisht mendimeve të ndryshme, fitoria është zyrtare. Lëndrimi tashmë është pjesë e historisë së këtij spektakli, ndërsa debati për meritën e 200.000 eurove do të vazhdojë edhe për ca kohë në kafenet dhe rrjetet sociale të Kosovës.